Nëse do një zemër të fort, hani arra dhe do befasojeni me rezultatin. Vezët janë ndër ushqimet më të shëndetshme në botë. Mjekësia ka kohë ka klasifikuar vezën si një ndër mënyrat më të mira për të kontrolluar shumë gjendje shëndetësore. Ditëve të sotme, problemet me zemrën janë ndër më serioze dhe më të zakonshmet në mesin e pacientëve të gjitha moshave. Ajo çfarë është më e frikshme është fakti se çrregullimet e zemrës rrezikojnë më së shumti nga humbja e pacientëve. Sipas studimit të Harvardit, vezët përmbajnë lëndë ushqyese të cilat nuk ngren nivelin e kolesterolit të keq, por kontrollojnë atë. Ja çfarë i ndodh trupit nëse hani 2 vezë në ditë. Ju përmirësohet shikimi, përmirësohet fertiliteti, promovon humbjen e peshës dhe gjithashtu stimulon edhe funksionin e trurit tuaj.